Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Fotoisti apo festivali që kushtohet artit të fotografisë bashkohore rikthehet me edicionin e tij të tretë, i cili mbahet në Prishtinë në një hapësirë të gjallë të imazhit, kujtesës dhe reflektimit. Në 5 nivele të ndërtesës ikonike të Grandit, 12 ekspozita sjellin perspektiva të ndryshme mbi njeriun, qytetin dhe botën që na rrethon, nga dokumentimi i realitetit deri tek eksplorimet konceptore. Fotoisti 3 nuk është vetëm një ekspozitë, por një rrugtim vizual që fton publikun të përjetojë fotografinë si gjuhë universale të emocioneve dhe ideve. Në këtë udhtim marrin pjesë emra të njohur të fotografisë vendore dhe ndërkombëtare, duke e kthyer Prishtinën për disa ditë në kryeqytetin e imazhit. Për të biseduar për këtë temë, në studio kemi kënaqësinë të kemi Burim Miftiun, drejtor artistik të Festivalit Ndërkombëtar të Fotografisë Fotoisti. Përshëndetje Burim, mirë se erdhe në Art Kultur. Përshëndetje. Atëherë, bisedën ndoshta mund ta fillojmë me atë se çfarë temash keni zgjedhur të trajtoni në këtë edicion të Fotoistit dhe çfarë bën këtë edicion të tretë të veçantë? Çfarë mund të pres publiku kësaj radhe? Ky edicion i Festivalit Ndërkombëtar të Fotografisë është një përmbledhje të ekspozitave ndërkombëtare dhe vendore të regionit në të njëjtën kohë. Është me moton endurance, do të thotë qëndresa, duke parë se çfarë po ndodh nëpër botë anë mban me gjitha këto luftra dhe do të thotë konflikte. Ne kemi zgjedhur këtë fjalë për motot të këtij edicioni, për të apeluar që të gjitha këto të ndalen sa më shpejt dhe të kursejnë jetët e njerëzve të cilët nëpër fronte të ndryshme nëpër botë humbin çdo ditë. Është një përmbledhje e ekspozitave, një kooperim tradicional me fondacionin shtat, që është Seven Foundation në Francë, në Arles, dhe të cilën e vazhdojmë edhe këtë vit. Kemi 4 ekspozita që vinë nga atje, të cilët kanë qenë në festivalin më të madh të fotografisë në Arles, që është festivali botëror më i madh për momentin. Janë ekspozita të autorëve të mirënjohur si Ron Haviv, Zia Gafiq, edhe një ekspozitë kolektive për situatën që është një përmbledhje të fotografive nga Amerika, quhet USA 3.0, kuruar nga Ron Haviv, fotografi mirënjohur amerikan nga New Yorku. Me cilën do ta fillojmë festivalin faktikisht, aty para në sheshin Zahir Pajaziti përballë aty Hotel Grandit. Dhe kemi përgatitur edhe program krahas ekspozitave, 12 ekspozita që do të hapen gjatë këtij edicioni. Kemi përgatitur edhe program edukativ, ligjërata që mbahen ditët në vijim gjatë festivalit. Në hapje kemi planifikuar të bëjmë edhe një homazh për të ndjerin mikun ton, fotografin Alban Bujari, i cili ndroi jetë këtë vit, dhe ta kujtojmë jetën e tij dhe punën e tij, kontributin e tij dhënë çështjes së Kosovës me gjithë ato pamje që edhe jetën e rrezikonte për të bërë një reportazh me fotografi, për treguar botës se çfarë po ndodh në Kosovë gjatë luftës për gjitha ato masakra e kështu me radhë. Dhe do të bëjmë një omazh po ashtu për një fotograf anglez, i cili rrezikoi jetën e tij, i cili ndroi jetë faktikisht po ashtu kohët e fundit, i cili jetën e tij rrezikoi duke qëndruar në Sarajevon e rrethuar për 3 vite dhe fotografoi. Dhe do ta kujtojmë edhe punën e tij, kontributin e tij për fotografi, si antar bordi që ishte dhe një prej personave i cili na ndihmoi në fillim që të themelohet Fotoisti si festival, dhe e hapëm edicionin e parë, sikurse e dini, me ekspozitën e tij gjigante që ishte në shesh me temën Rrethimi i Sarajevos. Tani, a mund të dalim pak me që është edicioni i tretë, du të di çfarë kuptimi mbart vetë emri Fotoist? Është vetëm emër artistik apo ka edhe ndonjë kuptim? Po fotoist është, si them, dikush që ka ideal fotografin,
Do me thënë është një ideologji. Sikurse që është ideologji komunizmi, komunist, antari do të thotë dikush e ka do të thotë ideal komunizmin, quhet komunist, dikush tjetër fashist, po ne jemi fotoist. Do të thotë ne jemi njerëz që kemi ideal fotografin, do të thotë që neve na shërben fotografia për si mënyrë e jetës, si mënyrë të shprehurit dhe është një fjalë e re e cila është regjistruar edhe si organizat. Në fillim ankohej i punëtorja kur e regjistruam që nuk e gjeti fjalën fjalor, pastaj i tregova që nuk ekziston, po na e kemi krijuar si fjalë dhe ja. Dhe pastaj kështu rodhim. Tani, nëse mund të flasim për këto 12 ekspozita që do të marrin pjesë, si janë përzgjedhur? Çfarë kriteri keni përdorur, apo ajo që ju ka inspiruar më së shumti gjatë vitit dhe përcjelljes ekspozitave me radhë? Siç ishte më parë, kishte edhe nga Franca, nga Shtetet e Bashkuara, por edhe nga vende të tjera. Po, padyshim ne kemi një kolektiv shumë të gjerë të organizimit. Kemi një bashkëpunim me Shqipëri dhe me Maqedoni, me Tiranë dhe me Maqedoni. Është Osman Demiri, kuratori i ekspozitave, fotograf artisti mirë njohur nga Maqedonia, dhe është Elton Koritari, është kuratori i gjithë festivalit. Në bashkëpunim me këta, unë si do të të në dimenzionin e arti që takomi, bisedojmë dhe i sjellim të gjitha këto ekspozita, planifikojmë, punojmë një vit më përpara dhe qëllimi ishte që këtë vit të sjellim fotografi më shumë me bazë dokumentare, për shkak se është situata e tillë. Do të kemi më së shumti fotografi të krimeve të luftës, do të trazierave të ndryshme, kemi edhe ekspozitën e Osmanit, e cila është bërë vitin 99 në kampin Qegran. Ai shkoi edhe në formë vullnetare, fotografoi fëmijët e kampit Qegran me mia fotografi, familjet, do të pa kufar kompenzimi, vetëm para ndjenja e tij që të kontribuojë, që të dokumentoj atë situatë të mërshme në për cilën kalonte Kosova, sepse një pjesë e madhe e refugjatëve u vendosën edhe në Maqedoni përveç Shqipërisë. Kështu që e kemi atë ekspozitë dhe është rast që të gjithë ata që kanë qenë në kampin Qegran vitin 99 të vinë të gjejnë veten në ekspozitën e Osmanit dhe në paraqitjen e tij. Kemi organizuar edhe një takim me Osmanin, do të thotë në një ditë caktuar të festivalit, ku ata vinë edhe do të shmallen me autorin i cili para 26 viteve, punoj me te, bëri workshop, bëri fotografi dhe ndau brengën e tyre me fëmijët dhe me njerëzit. Me personazhet që i ka fotografuar. Po. Tash, pse keni zgjedhur pikërisht Grandin si hapësirë kryesore të festivalit? Do të thonë në 5 nivele, në 5 kate, sa e kuptova, do të bëhen ekspozita. Po, viteve të kaluara ne organizonim në gjithë qytetin, në për galeritë e qytetit, muzeu për shembull, në muze e kishim, edhe në për do të gjitha janë në renovim për momentin. Muzeu, teatri, galeria arteve, vetëm biblioteka, edhe ajo do futet së shpejti në renovim, kështu që ne jemi orientuar për shkak të volumit që e kemi. Do të kemi 36 evente fotografike brenda 10 ditëve, 9-10 ditëve të festivalit. Edhe kemi patur nevojë për një hapësirë me të vërtet të madhe, të vendosen gjitha këto ekspozita se janë gjigante. Edhe kështu që kemi marrë këte kontrat me këto OJC që janë në administrim të sipërfaqeve, do të bëjmë aty hapjen edhe para Grandit, edhe pastaj do të vazhdojmë rrugtimin tonë në për kati i 3, 4, 5, deri në katin e 7. Të shikojmë ekspozitat, të bëjmë hapjet, bisedojmë, kemi edhe koktej në katin e 4, ku do të ndalemi pak më shumë. Dhe qëllimi i krejt kësaj është që të sjellim ato që në botë janë aktuale, edhe janë më të mira, të sjellim edhe në Kosovë, që popullata e Kosovës të jetoj ato, të shijoj. E tash, cila është, nëse mund të themi e festivalit Fotoisti, cila është marrëdhënia që krijon mes fotografisë, qytetit,
artit dhe hapësirës publike, sepse thatë që në edicionet paraprake keni bërë edhe në qytet, edhe në shesh ekspozitat, por tani jeni fokusuar aty. Cila është kjo marrëdhënie që do të krijohet? Po, edhe në këtë edicion do të kemi një ekspozit gjigante aty para Hotel Grandi, sikurse edhe viteve të kaluara. Do të ndërtohen konstruksione, skele edhe në deri në 3-4 metra lartësi, ekspozohen fotografit nga New York që vjen një ekspozite dhe fotografit e refugjatëve, faktikisht një pjesë e tyre. Ju dini rëndësinë e fotografisë. Gjatë luftës në Kosovë, për shembull, dërgoheshin raporte jashtë vendit. Mirë po, raporti si fjalë, lexohen, dëgjohen dhe pas një kohe harohen. Mirë po, nëse kur dërgoheshin fotografitë dhe dërgoheshin insertet të filmave, pjesë të vuajtjeve, fotografitë të masakrave, të refugjatëve dhe shkatrimeve në Kosovë, ajo mbetej në memorien e të gjithë atyre që kishin mundësinë atë kohë të ndikojnë në ndaljen e luftës në Kosovë, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia, Gjermania. Do të thotë fotografia ka është fuqinë e vet që fjalët nuk mund ta zëvendësojnë. Prandaj një fotografi e një fëmijë refugjat apo një viktime, një masakre, mbetet për tërë jetën në memorien e njeriut kur e shikon një herë. Prandaj fotografia si një medium i cili është aq i rëndësishëm, sot është bazë edhe për, do të thotë fotografia është bazë edhe për filmin edhe për artet bashkëkohore në përgjithësi. Ne vendosëm që pas Dokufestit, që është një festival filmi në Prizren, ta bëjmë edhe një festival të atij niveli në Prishtinë, mirë po për fotografi, ku do të gravitojnë gjatë kësaj kohe nga regioni, nga Evropa jugore, të gjithë ata që adhurojnë fotografinë, fotoistët të vinë në Prishtinë dhe të ndikojmë edhe të kemi impakt edhe në ekonomi, në turizëm edhe kështu me radhë. Po, Borim, a e shihni këtë platformë si një hap drejt krijimit në arkive vizuale kolektive të realitetit kosovar? Po, me që po flasim që kishit bashkëpunim mjaft shumë edhe me rajonin edhe me do të thonë artistë ndërkombëtar. Po, kemi kontakte të nivelit më të lartë me Magnum edhe me Seven Foundation, që janë organizata madhore të fotografisë në përbot, janë më të mirë të botës, dhe kemi një kooperim bashkëpunim të mirëfillt me të gjithë. Kemi mundësi që kjo si fazë fillestare të filloj si festival, edhe ideja është që në të ardhmen të krijohet edhe instituti, edhe një fondacion, e pastaj të kulmojnë ndoshta pas disa viteve me një muze të fotografisë ku do të mbledhin të gjitha materialet që i kemi në Kosovë rreth fotografisë dhe filmit në një kulm, dhe kushdo që interesohet dhe i duhet për studime, ulumtime, të ketë një vend caktuar ku mund gjej materialet vizuale. Tani, në këtë kohën digjitale dhe në kohën e AI edhe të telefonave të mençur, smartfonave, si po i thënë, a ka luft mes fotografisë dhe botës digjitale, në fotografisë digjitale, sepse ne shohim që ndonjëherë ka edhe fotografi të rrejshme që po prodhohen, video po prodhohen, aktorët po zëvendësohen. Po ishte rasti në një Sony Award, që ishte një konkurs për fotografi, u paraqet njëri me portrete dhe mori çmimin. E pastaj, pas disa dite, deklaroi që ai kishte krijuar fotografinë me inteligjencë artificiale, dhe u bën një skandal nëpër krejt botën, se si juria nuk arriti ta identifikojë këtë fotografi që është digjitale e krijuar, ai person nuk ekzistonte, ai portret. Por kjo e hap një debat të ri tani, mirë po, kjo çka po ndodh tani, jo inteligjenca artificiale, mirë po digitalizimi i fotografisë është një mundësi për çdo kënd të ketë një aparat fotografik në xhep, është një privilegj për çdo kënd të del në sipërfaqe si talent dhe të zhvillojë artin e tij fotografik, domethënë të identifikohen të rinj të talentuar që mund. Nuk është më fotografia privilegji një grupi caktuar të njerëzve që posedon aparat kamerë fotografike, po është çdo kush e ka të drejtë, është një, si të them, është një demokraci e arteve vizuale, është një demokraci e fotografisë, cili është i talentuar e ka idenë më të mirë, mund dalë në sipërfaqe brenda botës. Nuk ka më barriera, sepse e gjitha kalon në online, do të thotë është në cloud, nuk është më një mur ku ekspozohen fotografitë, po është një mur virtual ku krejt bota e shikon.
për mua është revolucion, është shumë pozitive kjo gjë. Sa i përket inteligjencës artificiale edhe ajo ndihmon, kontribon, mirë po ajo duhet tani të ketë një etik, një kufi moral në njerëz, edhe të deklarohen nëse diçka e kanë krijuar në formë digjitale, sepse edhe ajo do ta ketë vlerën e vet në të ardhmen. Ndoshta fotografia klasike nuk do të zhduket, mirë po edhe ajo do ta ketë vlerën e vet edhe do të ekspozohet si art e kështu me radhë. Po. Do të thotë se cila pjesë e artit do ta ketë vlerën e vet dhe vendin e vet. Çfarë do të doni që vizitorit të merrnin, të ndjenin apo të reflektonin pas fotoistit, pas përfundimit ose në përfundim? Po, është vetëdijsimi faktikisht për situatën botërore dhe vetëdijsimi që ne tani jetojmë në liri dhe të falenderohemi gjithë kësaj, të jemi të falenderueshëm, të jemi kritik edhe vetë kritik, të jemi, si them, të krijohet një higienë vizuale të njerëzit, nuk është vetëm fotografi të luftës që do kemi edhe peizazhe, kemi edhe nga autori, i cili është një fotograf francez, për shembull, vjen me një ekspozit nga Franca, me një seri të fotografive të bjeshkve, të maleve, të fotografuara në format madh, akoma me negativ filmik në formë klasike, do të thotë me gjitha ato proceset fisnike të zhvillimit fotografisë dhe printimit fotografive, dhe janë kompozicione, imazhet janë mënyre e komunikimit sot. Unë besoj që me Instagram, nëpërmjet Instagramit, TikTok, gjitha këto fotografi është popularizuar shumë, dhe kur përmendet që është një festival i fotografisë, besoj që do të gravitojnë të gjithë ata që kanë merak që fotografin dhe pasion të marrin pjesë, shikojnë. Pastaj kemi edhe ligjërata që organizohen nga autor. Këta që vinë nga jashtë, ne i angazhojmë tërkohën që të mbajnë së paku një ligjërat deri në 1 orë, dhe kemi bërë një program edukativ ku është falas mund të bashkohet çdo kush në Barabash Center në katin e 4 të Grandit dhe të dëgjoj ditë me radhë ligjërata prej autorëve eminent të fotografisë, ndërkombëtare dhe vendor. Atëherë bërimisht e kënaqësi, faleminderit për intervistën, kënaqësi të kemi në studio. Shpresoj që ke sjellë informata të duhura për ata që janë të interesuar për ta vizituar festivalin e fotoistit dhe sigurisht për të marrë diçka dhe për të mësuar. Faleminderit. Unë i kisha ftuar të gjithë ata që të vinë në hapje, jo këtë premte, premten tjetër, në ora 18 në mbrëmje para hotelit Grand do të hapet ekspozita dhe pastaj shkojmë së bashku në katet tjera. Faleminderit. Radio Televizioni Kosovës do të organizojë një ngjarje prezantuese për edicionin e 3 të Festivalit të Këngës. Një muaj para nisjes së ngjarjes kulturore, organizatorët do të mblidhen si shenjë mirënjohje për bizneset që përkrahen këtë organizim dhe si inkurajim që të vazhdojnë përkrahjen. Ngjarja do të organizohet këtë ente duke filluar nga ora 11:30 tek Hotel Merkuri. Si vjet në Fest 3, do të marrin pjesë 20 këngëruese, të cilat premtojnë lajramani muzikore dhe pasuri artistike. Drejtori artistik i ngjarjes Florent Boshnjaku ka premtuar emra eminent të skenës së mysafir që do të pasurojnë 3 netet e festivalit. Në anën tjetër, skenaristi i festivalit së këngës këtë vit është Gent Saliu, i cili vitin e kaluar ishte në pozitën e prezantuesit. Në kuadër të edicionit të 22 të javës së bibliotekës, Biblioteka Kombëtare e Kosovës Pjetër Bogdani ka zhvilluar sot një sër aktivitetesh që trajtojnë rolin e bibliotekës dhe librit në jetën kulturore dhe arsimore të vendit. Në kuadër të programit të ditës janë mbajtur aktivitete si ndikimi i bibliotekave në promovimin e leximit, përkthimi i letërsisë shqipe dhe qasja e lexuesve të huaj ndaj veprave shqipe, libri si mjet edukimit dhe frymëzimi. Këto ngjarje synojnë të nxisin diskutime mbi rolin e bibliotekave, përkthimin e letërsisë shqipe dhe fuqinë e librit si mjet kulturor e edukativ. Po ashtu, në kuadër të javës së bibliotekës është duke u shfaqur filmi nga Qendra Kinematografike e Kosovës Vera Andron Detin. Filmi Pikuj me regji të Robert Budinës ka shënuar një tjetër sukses ndërkombëtar duke vlerësuar me 2 çmime të rëndësishme në edicionin e 41 të festivalit të filmit të Aleksandrisë për skenarin më të mirë dhe aktorin më të mirë që shkoi për Gresa Pallacka në rolin e Aidës. Një vit pas premierës në Varshav Film Festival, Pik Uji vazhdon
rrugtimin e tij në skenën ndërkombëtare, duke dëshmuar se vlerësimi i qëndrueshëm vjen nga veprat që kanë diçka të fortë për të thënë dhe dinë si ta thonë. Dy çmimet e fundit janë një konfirmim i integritetit artistik dhe vizionit të qartë që karakterizon këtë film. Performanca e Gresa Pallaskës është cilësuar nga kritikët si një ndër më të arrirat e kinemas shqiptare viteve të fundit. Me një lojë të brendshme dhe plot nuanca, ajo ndërton një figurë femre të përfshirë në rrjetin e pushtetit dhe zgjedhjeve të vështira, duke shpalosur me ngjashmëri pa e gjykuar. Skenari i nënshkruar nga Robert Budina, Dorentina Basha dhe Eula Daja është vlerësuar për strukturën e tij të thellë dhe mënyrën ndërtimit të tensionit përmes heshtjeve dhe situatave të përditshme. Pik Uji trajton me delikatesë temat e dhunës së fshehtë, korrupsionit dhe pushtetit, parë në patetizëm apo moralizëm. Këngëtarja dhe sopranoja shqiptare Anila Aliu ka arritur një tjetër sukses të madh në skenën ndërkombëtare duke u shpallur fituese e garës prestigjioze CCPA Concerto Competition në Chicago. Në këtë garë kanë marrë pjesë solistë të jashtëzakonshëm nga fusha të ndryshme të muzikës klasike me një nivel shumë të lartë artistik. Falë këtij çmimi, Anila Aliu do të ngjitet në skenë si soliste në orkestrën e CCPA në dirigjimin e maestro Benjamin Firer. Një mundësi e veçantë për të interpretuar përballë publikut amerikan në një nga skenat më të njohura të qytetit. Performanca do të mbahet të premten orën 19:30 në Chicago, ku artistja pritet që me zërin dhe interpretimin e saj të ndjeshëm e profesional të mahnisë publikun. Nga sot e deri më 10 tetor, Tirana do të kthehet në qendër të letërsisë bashkohore me zhvillimin e festivalit ndërkombëtar letrar për të rinj Tirana Gate 2025 në edicionin e tij të 11. Tema qendrore e festivalit Mes Dheu, akti i qëndrimit, bashkon autor, përkthyes dhe studiues nga vende të ndryshme të Mes Dheut dhe Evropës për të reflektuar mbi fjalën, kujtesën dhe rezistencën kulturore në kohë të bashkohore. Në këtë frym, programi i festivalit përfshin panele, lexime poetike, performanca dhe diskutime që prekin temat e identitetit, kujtesës, trupit, kufive dhe qëndresës përmes letërsisë. Për të mos humbur nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe na pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe saktë, mos harroni me gjithmonë live në rtklive.com. Të nderuar shikues, ne këtu e përfundojmë magazinën Art Kultur. Ju falenderojmë që na ndoqët, mirupafshim nesër.